Rreth 10 familje në lagjën Ajashëm po përballen me vështirësi të mëdha për shkak të mbylljes së rrugës ekzistuese, e cila i detyron ato të kalojnë nëpër pronët e huaja për të arritur në tokat e tyre. Ky problem ka shkaktuar shqetësim tek banorët, të cilët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për të hapur një segment rrugor që do sigurojë akses të pakufizuar. Kena edhe shtëpijet me tonë, mas xhamis, plumit. Janë edhe 10 familje që kanë pronat që s'mund të hinë mbrëmë, se s'kan ka me hi, se s'kan rrugë. Çfarë kërkoni? Bësh një rrugë sa me shku në pronat tona. S'kena ka me kalu kërka nëpër pusha, nëpër ferro, i kilometër larg. Institucionet ata asnjë farë zgjidhje s'na kanë dhënë. Po e kur gjon jo. Mund rrinë në Shkodër, kam blej një pronë të mbrëmë tana normave ligjore në Ajasëm. E kam certifikuar, kam tapin të pagazojmë, në tapi mbrëmë tek harta ka edhe rrugët e vjetra. Kalojmë nëpër xhungël atje, nëpër balt, ande ka bregu të Kirit, është rreth 2 kilometër më larg se sa rruga që duhet jetë prej ku ka kenë, ose ta xherrin ku dojnë vetë. Vetëm na japin mundësi me shkujt e tokët e prona. Banorët theksojnë se rruga ka ekzistuar me 10 vite më parë, por sot ajo është mbyllur. Unë kam blen këtë lagje dhe gjyshi jem, prindë e mi kanë pas pronët tu. Sot na është lluku i rrugë të cilën nuk na lënë me kalu. Tash na me kërku një rrugë me mirë kuptim, sot nuk kam rrugë hiç. Ndërsa kjo problematik po pengon banorët që të investojnë në pronët e tyre. Se unë jam me pasaport italiane, jam në një shtetas shqiptar italian, kam ardhë, se kena një televizor që po përkrahen anë që jene jashtë, kam ardhë me investu, besoj me një investim bajagit mirë me ba agroturizëm, te bashkia, ma te për kena nëjë te bashkia, se kam ardhë në shpite e me këtë një Shqipni. Kena kërku vetëm rrugën, kam nëjë 20 vjetë në Itali, të shi mendova mu këthy, të thënë drejten mas duket si presion, unë do rri edhe pak edhe do marrë në plashat e ikon, s'kam qaba, nuk kam qaba. Kërkesa banorëve është që institucionet të reagojnë për gjetur një zgjidhje që do të ndihmojë në lehtësimin e situatës dhe të sigurojë qarkullim dhe akses të sigurt për të gjithë.